Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot kam sjellur mënyrën se si bëj përgatitjen e mantijave në katmer në një teknikë shumë të lehtë të gatimit, e cila është shumë e përshtatshme dhe ideale për fillestarët në kuzhinë. Besoj se kam ju pëlqyer mënyra se si i përgatis unë këto mantija me mish. Kam bluar në blender 4 qep mesatare. I kam vendosur në tigan. Në tigan hedhi vaj dikun 70-80 ml dhe i zjarrin në temperaturë mesatare. I fërkoj qepët derisa të fillojnë zbuten e marrin një ngjyrë kafe të hapur. Pra në fillim, si zakonisht kur përgatis bruma, e përgatis harxhin dhe kësaj rradhën do veprojnë në mënyrë të njëjtë, pas do e keni më lehtë vetëm brumin dhe do filloj me përgatitjen e mantijave. Përgatitja shumë me thjeshtë, e lehtë, sidomos për fillestarët, këto mantija janë shumë të shpejta. Kështu e përzim vazhdimisht derisa të filloj marrë një ngjyrë kafe të hapur. Siç e shihni, e kanë marrë atë ngjyrën që jena duke e kërku, këtë ngjyrën kafe të hapur. Ja shtoj mishin, këtu kam 600 gram me mish. Tamam, të lugës mundohemi që qepët dhe mishin ta bojnë një mos. Ja hedhim një lugë të mesme me veget, një lugë të mesme me krep dhe përzim pak, kështu derisa qepët dhe mishit bëhen një mos dhe mishi fillon që t'i largohet, derisa fillohet t'i largohet që ngjyra e kuqe. E përzim kështu vazhdimisht në të njëjtën temperaturë dikon për 5-6 minuta. Ju ka larguar dhe ajo ngjyra e kuqe mishit. Ja hedhim një lugë gjelle me biber të kuq dhe një gotë me ujë 250 ml dhe kështu në temperaturë mesatare e lojmë që të zihet mishi duke e përzir herë pas here. Dykun derisa t'i shterret lëngu dykun 10-15 minuta, bëhet zirja e mishit, kështu del më i mirë mishi për m'ia vendosur në brendësi mantijave. Këto mantija mund të bën edhe me gjizë nëse i doni, mirë po me mish më pëlqejnë më shumë. E lojmë kështu që të shterret uji. Dhe përzina vazhdimisht derisa të shterret uji në të njëjtën temperaturë. Mishit pothuajse u ka shterru gjithë uji, e largojmë nga zjarri, e lojmë që të ftohet. Filloj me përgatitjen e brumit. Këtu kam 1 kilogram me miell. Ja shtoj një lugë gjelle, jo të plotë, ose një lugë e gjysmë të mesme me krep. Dhe për formimin e brumit nevojitet ujë i vakët. Njëherë hedhim kështu një pjesë të ujit. Masat e ujit asnjëherë nuk maten, sepse më varet se çfarë marke është mielli, çfarë marke është mielli. Kështu ja shtojmë nga pak derisa ta formojmë një brum me trashësi mesatare, si të pitëve. Përzim në fillim kështu me lugë. Shtojmë ende. Dhe pak vetëm do e punojmë kështu me lugë dhe më pas brumin do e ngjeshim me dorë. Sa më shumë që i ngjeshet brumi mantijave me dorë, aq më të mira do dalin. Fillojmë që ta punojmë brumin me dorë. Pra e punojmë deri në atë mos, derisa të shkëputet tërësisht, dora dele larg nga mielli. Atëherë dalin shumë të mira sepse më elastik do bëhet brumi. Nevojitet ende ujë, mirë po, në fillim do e mbledhim këtë miellin.
shtojmë vetëm edhe pak dhe e punojmë. Kemi formu dhe një brom, si që shifni, me trashësi mesatare. E kalojmë kështu në tavolinën e punës, mi po në fillim hedhim miell dhe e punojmë pak. Derisa t'ja japim një formë të lëmuar. Dhe brumin do e ndajmë tash në kuleç, kështu me një mallësi mesatare, si që shihni. Kemi nda dhe brumin, në 9 kuleç që kam dajtën, besoj se jam mjaftueshëm, dhe përsëri brumin kështu do e punojmë duke ja dhënë një formë të rrumbullakët, duke hedhë vazhdimisht në tavolinën e punës mirë, pra i formojmë kuleçt. Në mënyrën e njëjtë vazhdojmë me gjithë pjesët e brumit, duke i dhënë formën e rrumbullakët. Gjithë kuleçve ju kemi dhënë formën, atëherë marrim kuleçin e parë që e formum dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. I hapim dikun në mallësi rreth 15 cm. Kështu, duke i hedhur miell vazhdimisht. Pra fillojmë nga i pari sepse brumi ka lëshu dhe më lehtë bëhet hapje. Besoj se është mjaftueshëm i hapur dhe kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë me gjithë kuleçin. Kemi hapur dhe gjithë kuleçt, si që shifni në këtë mallësi. Pasi kemi bërë hapjen, e marrim kështu një tepsinë të cilën e kemi lyer me vaj ose me gjallë, varet me çka e lini. Dhe këtu kam rreth 200 gram me gjallë, të cilën e kam shkrinë shumë pak. Marrim petat e hapura dhe i kalojmë kështu në gjalpin e shkrirë. Dhe i vendosim në tepsinë. Në mënyrë të njëjtë veprojmë me gjithë petat e hapura. Kemi vendosur dhe petën e fundit. Tepsien ku ndodhen kuleçt e lyer me gjallë, e mbulojmë kështu me një foli najloni dhe e lajmë në ambient dhume që brumi të pushoj për 25 minuta rreth 30. Brumi ka pushu mjaftueshëm, atëherë fillojmë me hapjen. Kështu e marrim nga një dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Kështu në tavolinën e punës bëjmë hapjen, me onduar dhe nuk shtrojmë ndonjë qershaf apo diçka, vetëm kështu në tavolinë, si që shifni është elastik, hapet lehtë. E zgjasim kështu në gjeri sa të shkoj, sa më e holla që më e mirë do bëhet.
përqendrohu më shumë tek qoshet. Kemi hapur dhe petën në masinë e dëshiruar, atëherë do e palosim. Në fillim marrim njërën nga qoshet, njërin qosh, kështu, nga njëra anë marrim qoshin dhe e palosmi ashtu siç po shihni në video. Nuk ka nevojë të hedhim gjalp apo vaj, sepse ka mjaftueshëm, dhe nga tjetra anë bëjmë palosjen kështu. Pra e bëjmë në formë të një drejtkangshi. Siç e shihni, përgatitja është shumë e thjeshtë, sidomos për fillestarët. Është shumë lehtë të bëni mantija në këtë mënyrë. Dhe tash do ja hedhim harxhin kështu nga një riskaj. Vendosim nga harxhi i përgatitur, kështu ja vendosim në njërin skaj të petës së hapur. Petën dikun e kemi hapur në masi më shumë se 1 metër. Pra kështu më nduarve e përhapim pak harxhin. Pra deri në fund i vendosim kështu nga harxhi i përgatitur me mish të gjatë. Dhe bëjmë rrokollisjen kështu në formë rolle. Vetëm se rrokollisim dhe fitojmë mantija shumë të shishme në katmer, siç e shihni, shumë lehtë ja. Pra, dhe do bëjmë prerjen të. Në fillim i prejmë vetëm qoshet, kështu. Ja largojmë këtë pjesën më të trash. Dhe do i prejmë kështu në masi 5-6 cm. Dhe marrim kështu pjesën e formuar dhe këto qoshet bëjmë lakimin pak e zgjasim dhe bëjmë kështu me duar dhe formohet mantija. Mënyrën e njëjtë vazhdojmë me gjitha. Ja, në këtë mënyrë marrim qoshet, pak e zgjasim dhe bëjmë palosje nga pjesa e poshtme dhe formohet mantija. I kemi formuar dhe mantijat nga peta e parë, atëherë marrim tepsinë dhe e lymë me gjalp apo me vaj dhe i rendisim. Tepsia është me numër 4 vjet. Besoj se është tamam për ato masat millit. I rendisim kështu, që po shihni. Në fillim fillojmë nga qoshet, që të bëhet rrallitja më mirë, më bukur del në tepsi, dhe në mënyrën e njëjtë vazhdojmë me hapjen e petës së dytë. Në mënyrë të njëjtë e largojmë nga tepsia, kurse këta kuleçt që jesin përsëri mbulojmë me folinë najlloni. Dhe kështu vazhdon mënyra njëjtë e hapjes e petës dytë të gjithë petave, duke i tërhequr me duar më shumë se përqendrohu nga qoshet. Pra nuk e lyhe me vaj me gjalp, ka mjaftueshëm dhe vazhdojmë tutje, siç e shihni, shumë thjeshtë është përgatitja e lehtë. Ky një asa gjalp ka ngelur te tepsia ku kanë qenë kuleçt e hapur, pra këta mund ta shfrytëzojmë përsëri të përgatisim pite, siç e shihni nuk kanë marrur shumë gjalp. Kjo është një mënyrë që edhe hapën lehtë dhe nuk marrin gjalp, me këtë gjalp lyjmë pak sipër, kështu.
Mantijat i pjekim në temperaturë 220 gradë për 25 deri 30 minuta varet nga furra juaj. Tepsien e kam largu nga furra, kanë mantijat një aromë shumë të mirë, e mbuloj me një tepsi kështu dhe i loj që të ftuhen dhe një kosish të zbuten nga avulli i tepsisë. Dhe më pas do jenë gati për konsumim. Mantijat janë ftohur, janë gati për konsumim. Ta ndajmë dhe një dhe ta shifni se si kanë dalur shumë të buta, janë pjekur mirë nga gjitha anët. Ja shifni dhe mesin, ja ra se si duken. Besoj se kam ju pëlqy mënyra kur t'i përgadisni dhe jo, se sa të mira bëhen. Gjithë ju që i përgadisni ju bëfshin mirë, kurse ju që më ndjekni vazhdimisht, faleminderit për ato komente të bukura, ju faleminderit për përkrahjen, miru takoshmi në receta tjera.